Emisioni Unico ka siguruar foto ekskluzive të hyrjes së lokalit Principote, të regjistruara pak çaste para vrasjes, dhe në to dallohen turistë të huaj, kryesisht shtetas francez, të cilët më pas do të përfshiheshin në konflikt me stafin e lokalit. Përfundimi i një mbrëmje festive në klubin Principote në Ksamil mendohej se do të ishte fundi i një dite të gëzueshme për 7 shokë, shtetas të vendeve të ndryshme që ndodheshin me pushime në Ksamil. Por dalja nga klubi në drejtim të shezlongëve do shënonte nisjen e një zinxhiri ngjarjesh që pak orë më vonë do të përfundonte në mënyrë tragjike me vrasjen e 21 vjeçarit portugez Luis Miguel Mendes. Gjithçka nisi me një konflikt verbal mes dy prej shokëve shtetas francez, Turpalit dhe Ibrahimit. Të dy sipas dëshmive të administruara për ngjarjen ndodheshin në efektin e alkoolit. Debati lidhej me një çështje në duke të parëndësishme: kush duhet kalonte i pari drejt shezlong. Ibrahimi më i madhi në moshë kërkonte respektin që sipas tij takonte për shkak të moshës, ndërsa Turpali më i riu nuk e pranoi këtë kërkesë. Një përplasje që në rrethana të tjera mund të kishte përfunduar me disa fjalë të shkëmbyera mes miqsh, por ngjarja u shndrua në një konflikt gjithnjë e më të ashpër gjatë atyre sekondave. Egoja, krenaria dhe tensioni krijuar mes dy shokëve do të sillnin më pas një seri ndërhyrjesh dhe përplasjesh, duke larguar ngjarjen gjithnjë më shumë nga konflikti fillestar. Në përleshje u përfshin dhe shtetas të tjerë të huaj, të cilët në vend që të qetësonin situatën, sipas dëshmive të personave të pranishëm, e nxitën përplasjen fizike mes dy francezëve. Ulërimat dhe tensioni që po krijoi tërhoqën vëmendjen e stafit lokalit, i cili ndërhyri për të vendosur qetësinë dhe për të shmangur shqetësimin e klientëve të tjerë. Por ndërhyrja e stafit do të sillte një tjetër përplasje. Një ndërhyrje verbale nga shqiptari Sokrat Vata nuk është pritur mirë nga shtetasi francez Turpal, i cili sipas dëshmive të administruara i është kundërpërgjigjur me kontakt fizik. Në pak çaste, situata do të përshkallëzohej. Në përleshje u përfshin disa persona dhe në konflikt u përdor dhe një thikë. Sokrat Vata ka deklaruar se e ka përdorur thikën në kushtet e vetmbrojtjes dhe nuk e posedonte ai, pasi edhe ai kishte mbetur i plagosur gjatë përleshjes. Por goditja do të kishte një pasojë fatale. Viktim do të mbetej Luis Miguel Mendes, 21 vjeç, shtetas portugez, i cili sipas dëshmive dhe dinamikës së hetuar të ngjarjes nuk kishte lidhje me konfliktin fillestar mes dy shokëve francez. Një sherr i nisur për një çështje të parëndësishme mes njerëzve që kishin mbritur në Ksamil për të kaluar pushimet. Ky udhëtim i tyre do të përfundonte me humbjen e jetës së të riut, me arrestimin e një shqiptari si autor të dyshuar të ngjarjes dhe me pasoja të rënda për të gjithë personat e përfshirë. Por tragjedia nuk do të ishte pasoja e vetme. Përplasja brenda dhe jashtë lokalit shkaktoi dëme materiale dhe pamje të rënda që u shpërndan gjërësisht, duke rikthyer edhe një herë vëmendjen tek problemet e sigurisë në zonat turistike gjatë sezonit veror dhe tek pasojat që incidente të tilla mund të kenë për imazhin e turizmit shqiptar. Emisioni Unico ka siguruar foto ekskluzive të hyrjes së lokalit Principote, të regjistruara pak çaste para vrasjes, dhe në to dallohen turistë të huaj, kryesisht shtetas francez, të cilët më pas do të përfshiheshin në konflikt me stafin e lokalit. Përmes dëshmive të personave të përfshirë në konflikt, dëshmitarëve okular dhe pamjeve të siguruara, Unico do të rindërtoj hap pas hapi atë që ndodhi në orët e para të mëngjesit të 18 gushtit. Si nisi sherrri mes dy shokëve francez? Pse një debat për kalimin drejt shezlongëve u shndrua në një përleshje fizike? Kush ndërhyri dhe si u përshkallëzua situata? Çfarë ndodhi në momentet kur në konflikt u përfshi stafi lokalit? Dhe mbi të gjitha, si përfundoi një përleshje nisur për një konflikt
krejtësisht parëndësishëm me vrasjen e një 21 vjeçari portugez, i cili sipas dëshmive nuk kishte qenë pjesë e sherrit fillestar. Një natë festive në Ksamil, një konflikt mes shokësh, një përleshje që doli jashtë kontrollit dhe një jetë e re e humbur në mënyrë tragjike dhe një tjetër në burg. Kjo është kronologjia e ngjarjeve që do të zbardhet sonte në Unico. Nga aktet e administruara nga prokuroria rezulton se me datën 18 gusht 2026, rreth orës 5:15 minuta është marrë njoftimi nga salla operative në komisariatin e policisë Sarand se në Ksamil në lokalin Principote dhe në afërsi të plazhit Paradiso ka ndodhur një sherrr i çastit midis disa personave dhe si pasojë ka gjetur vdekjen një shtetasi huaj identifikuar më pas si Luis Mendes. I është marrë deklarim në cilësinë e personit që ka dieni për veprën penale në prani të përkthyesit zyrtar të gjuhës franceze, shtetasit Adib Gahnmi, shtetas francez, i cili ka deklaruar se ka qenë me shokët e tij 7 veta dhe po festonin në klubin Principote dhe pasi ka mbaruar festa, po rrinin në plazh. Aty ka ardhur një person i cili ishte veshur me rroba të shkurtra, me ngjyrë jeshile, i moshës 25-30 vjeç, trup normal, flokë të shkurtra, i cili ishte shqiptar, por fliste frëngjisht dhe e ofendoi nga nëna një shokun tim, i cili më pas i ka thënë pse më shan se nëna është e shenjtë. Më pas, ky person e goditi me kokë dhe ne u futëm të gjithë në konflikt. Më pas ka ardhur një person i cili ishte i veshur me rroba të bardha dhe me flokë gjatë, i cili mbante një thik në dorë dhe fillimisht ka goditur një shokun tim të quajtur Turpal me thik në këmbë dhe më pas ka goditur dhe shokun tim i cili u vra me thik në zemër. Në këtë moment filluan njerëzit të bërtisnin dhe në drejtim kanë ardhur rreth 10-15 veta security, të cilët nuk jam i sigurt nëse u futën në konflikt, pasi personi që qëlloi me kokë, unë e kapa nga duart, por ai më shtyu dhe unë kam rënë në ujë. Pyetje se a e një personin i cili e ka goditur me thik, ai është përgjigjur që po ta shohë njo dhe i është vënë në dispozicion një foto e shtetasit Sokrat Vata, të cilin e konfirmojnë që ishte personi i cili goditi me thik shokun tim dhe na drejtoi thikën dhe neve. I është marrë deklarim shtetasit francez Ibrahim Le Muaiv, i cili ka deklaruar se ka qenë në disko Principote dhe po festonin. Më pas kanë dalë dhe kanë shkuar tek shezllonet të gjithë së bashku. Aty ka ardhur një person i cili ishte i veshur me pantallona të shkurtra dhe bluzë me mëngë të shkurtra ngjyrë gri, i cili fliste pak frëngjisht, që na thotë: "Qetësohuni ose do t'ju nënën." Ai më pas goditi me kokë shokun tim, Turpal, ne u përfshim në konflikt. Gjatë konfliktit erdhën dhe persona të tjerë dhe kam parë një person i veshur me ngjyrë bezh në të bardhë, me flokë të gjata gështenj, me pak mjegër, i cili ju drejtua Turpalit me thik dhe më pas ju drejtua Luis Miguelit. Aty ka patur shumë lëvizje e persona dhe nuk e kam parë momentin kur ka goditur Luis Miguel. Unë më pas i kam dhënë ndihmën e parë shokut tim, duke i vendosur një bluzë tek plaga. Pyetje se a një personin i cili e ka goditur me thik shokun e tij, ai u përgjigj që nëse e shikon mund ta dalloj dhe pasi është vënë përpara foto e shtetasit Sokrat Vata, ai e ka njohur dhe ka treguar se ky ishte personi që kishte thikën dhe ka goditur shokun e tij. Turpal Hitajev, person kryesor në konfliktin me shokun e tij, përpiqet të shmangë rëndësinë e konfliktit me mikun e tij Ibrahim. Turpal dëshmon se ishte një i dehur tjetër që po bërtiste dhe jo ata. I është marrë deklarim në prani të përkthyesit zyrtar të gjuhës franceze, shtetasit francez Turpal Hitajev, i cili deklaron se ka qenë në klub Principote dhe pasi kanë dalë nga klubi, kanë zbritur shkallët dhe kanë qëndruar tek shezllonet e plazhit, ku ka qenë me shokun e tij Ibrahim dhe po bisedonin, ndërsa shokët e tjerë qenë më larg dhe po bisedonin. Aty pranë kanë qenë dhe 3 persona me ngjyrë, të cilët i thonë që zihuni si burra, por ai ka thënë që nuk po ziheshin dhe shikoni punën tuaj. Ne po bëjmë shaka. Aty pranë ka qenë dhe një djalë tjetër, i cili ishte i dehur dhe po bërtiste. Në këtë moment dalin 2 veta, të cilët ishin punonjës të lokalit dhe i thonë që mos bërtisni se punojmë këtu.
dhe njëri prej tyre më ka tërhequr nga krahu i veshur me rroba të bardha të shkurtra me pak mjekër, flok gështenj, i cili kishte thikën në dorë dhe që më goditi mua në këmbë dhe më pas ju bërtiti të gjithëve dhe i thotë që mos bërtisni. Unë i them që nuk jam unë personi që bërtisja dhe ishin të tjerë, por ky person më ofendoi nga nëna. Unë i them që pse e zë nënën time në gojë. Unë nuk e zura në gojë nënën tënde. Në këtë moment ai më kapi për fyti dhe më goditi me kokë në fytyrë dhe unë ju përgjigja duke e goditur. Unë më pas kam rënë në shezllon dhe ai po vazhdonte të më godiste dhe aty erdhën dhe disa persona të tjerë dhe po na godisnin dhe shokët e mi u futën në konflikt. Luis Miguel u fut për të ndaluar ata që më godisnin dhe më pas unë kam parë atë që shoku im u vra, i cili po konfliktohej me 2-3 persona me bluza të zeza, ndërsa personi me bluzë të bardhë, i cili mbante thikën në dorë, po na kërcënonte. Më pas njëri prej tyre më ka kapur dhe më ka larguar në shezllon. Më pas kur jam kthyer, kam parë personin i cili ishte me të bardha, që hoqi këmishën, ku në të dalloi që ishte me gjak dhe po largohej në drejtim të rrugës. Unë nuk e kam parë momentin kur e ka goditur me thikë shokun tim Luis Miguel. Pyetje se a e njihte personin i cili mbante thikën në dorë dhe që e kishte goditur në këmbë, ai është përgjigjur që po, dhe pas paraqitjes së fotos së Sokrat Vatës, ai ka deklaruar që ai është personi i cili mbante thikën në dorë dhe që e ka goditur dhe atë. Por dëshmia një prej shokëve francez, Sutajev Ahmad, është dhe ajo më e drejtë për drejta dhe që sqaron mirë se si nisi dhe si u përshkallëzua konflikti. Pa mbajtur anë dhe duke rrëfyer dhe gjëra që nuk favorizojnë Ibrahimin apo Turpalin, ai tregon se ishin këta të fundit që nisën sherrin mes tyre. Pra, jo për femra, po për ego dhe krenari. Në këtë dëshmi, Ahmad nxjerr zbuluar shokun e tij Ibrahim Lemouaïv. I është marrë deklarim shtetasit francez Sutajev Ahmad, i cili deklaron se ka qenë në klab Principot, në Ksamil, dhe pasi kanë mbaruar, kanë dalë. Në këtë moment, shoku ynë, thot ai, Turpal, dhe Ibrahim po bënin fjalë pasi nuk e respektoi Turpali, pasi ai ishte më i madh dhe duhet kalonte Ibrahimi i pari. Në këtë moment, ne u larguam në drejtim të plazhit, me qëllim që mos të bënim zhurmë. Aty qenë 2 persona me ngjyrë, të cilët thanë që lerini ta zgjidhin vetë. Në këtë moment Ibrahimi i kthehet me tone të larta të 2 personave me ngjyrë dhe aty erdhën dhe persona të tjerë që shikonin se çfarë po ndodhte. Më pas vjen një djalë me flokë të gjata, me onde, trup mesatar, veshje të shkurtra, ngjyrë të bardhë, i cili ofendoi Turpalin. Ky i fundit ju kundërpërgjigj duke e shtyr. Ai e goditi me kokë dhe filluan të qelloheshin. Aty janë afruar dhe persona të tjerë dhe filluam të qelloheshim me njëri tjetrin, derisa në një moment unë u lodha dhe aty ka ndërhyrë dhe shoku im Luis Miguel, i cili ka goditur dhe ky, Luis Miguel, personat me të cilët po konfliktoheshin dhe unë jam larguar me vrap pasi kam dëgjuar një person që tha se nxorën thikat. Më pas kam parë shokun tim Ibrahim, i cili më fliste dhe po mbante nga koka Luis Miguelin në tokë dhe më thotë që të bënte diçka. Atë që mbaj mend ishte personi i veshur me jelek me bluzë të bardhë, i cili vraponte drejt nesh dhe mbante një thikë në dorë. Unë nuk kam parë se kush e ka qelluar Luis Miguel, por dyshoj se e ka vrarë personi i veshur me të bardha, se ai kishte thikë në dorë. Nga paraqitja e fotove të Sokrat Vatës, ai ka deklaruar se ai ishte personi me të bardha i cili mbante thikën në dorë. Në kulmin e sezonit turistik, kur Ksamili shndrohet në një prej destinacioneve më të frekuentuara të Shqipërisë, kontrasti mes imazhit të një parajse mesdhetare dhe realitetit të sigurisë mund të bëhet i fortë. Në mesin e gushtit, rrugët e zonës mbushen me automjete me targa të huaja. Lokalet vijojnë aktivitetin deri në orët e para të mëngjesit dhe plazhet përballë ishujve frekuentohen nga mijëra pushues nga vende të ndryshme të Europës. I është marrë deklarim shtetasit francez Nonjashvili Nikola, i cili ka deklaruar se ka qenë në klab Principote, ku po festonte dhe më pas ka dalë nga klabi dhe kanë zbritur dhe po largoheshin, kur në këtë moment ka vërejtur një person i cili fliste frëngjisht që shau shokun tim Turpal dhe ky thot se pse po shan. Ai ishte i veshur me rroba të bardha, këmishë e pantallona të shkurtra.
kishte flokë të gjata me pak mjegër brund. Në këtë moment, shoku im Turpali thot që pse më ofendon, më pas nxori thikën dhe po vraponte drejt tyre. Në këtë moment ne bërtitëm dhe aty kanë ardhur dhe persona të tjerë të cilët ishin punonjës të sigurisë. Personi i cili ishte me të bardha dhe thikë në dorë, goditi Turpalin. Më pas u bë rrëmuj dhe nuk pash kur u godit shoku im Luiz Miguel, por e kam parë në tokë dhe kemi thirrur ambulancën dhe policinë për ndihmë. Janë vënë në dispozicion foto nga sistemi Teams dhe foto aktuale e Sokrat Vatës dhe ai e ka njohur se ai ishte personi i cili mbante thikën në dorë dhe që ka goditur shokun e tij Turpal. I është marrë deklarim shtetasit francez Adel Abdeljelil, i cili deklaron se ka qenë duke festuar në një lokal në Ksamil, ku bëhej një mbrëmje franceze dhe kemi qëndruar në lokal deri vonë. Unë, kur kemi dalë nga lokali, kam parë një person i cili po mbante thikë në dorë dhe po vraponte. Ky person ishte me flokë të gjata, me pak mjekër me rroba të bardha të shkurtra. Pasi u paraqitën fotot e shtetasit Sokrat Vata, ai e ka njohur dhe thotë që ishte personi që përshkrova më lart dhe që mbante thikën në dorë. Ndërsa Sokrat Vata në dëshminë e tij të dhënë përpara grupit hetimor, i është shmangur përgjegjësisë individuale në vrasje, ndërsa pretendon se me thikë ishin të pajisur pala tjetër. Për më shumë, ndiqni dëshminë e tij të plotë. I është marrë deklarim Sokrat Vatës, personit i cili dyshohet të jetë autori i vrasjes. Ai ka deklaruar se ka qenë i martuar me një shtetase gjermane, Marta M, me të cilën ka një fëmijë. Në muajin maj të këtij viti është martuar me një shtetase rumune, Madalina L, me rezidencë në Gjermani, që nga muaji maj i këtij viti që është martuar me shtetasen rumune, përdor një makinë në pronësi të saj, Peugeot ngjyrë zezë. Rreth datës 7-8 gusht, nusja e tij rumune ka ikur në Gjermani, ku Sokrati e ka çuar deri në Durrës dhe më pas është kthyer për në Sarandë për pushime dhe për ndonjë vend pune, çfarë ti dilte. Ai nuk kishte pajtuar asnjë ambient hoteli apo banese, por natën e kalonte në ambientet e jashtme të plazheve, të bizneseve në Ksamil. Ai deklaroi se kishte rreth 2 javë që kishte filluar punë si hostis në lokalin Principote. Në datën 17/8/2026, rreth orës 24:00 ka hyrë në ambientet e Principote si klient, pasi orari i tij punës kishte përfunduar, ku ka qëndruar në lokal vetëm dhe me persona të lokalit, ku ka pirë pije alkolike deri në orën 4 të mëngjesit të datës 18 gusht 2026. Më pas ka qenë në shoqërinë e 2 vajzave franceze dhe një shqiptar që nuk e njihte më parë, ku kanë dalë jashtë ambienteve të lokalit, ku kanë pirë një cigare dhe janë kthyer për të hyrë në ambientet e brendshme të lokalit. Pa hyrë brenda në lokal, ka parë një grup djemsh që ishin duke u shtyr, ku njëra palë ishte shqiptare dhe tjetra të huaj. Ndërhyri për t'i ndarë dhe ju drejtua shtetasve të huaj, por dëgjoi se në drejtimin e tij po e shanin në gjuhën angleze dhe nga e folura më pas kuptoi që ishin shtetas francez. Sokrati u ka kthyer të sharën dhe ka parë se një nga shtetasit e huaj me trup të vogël kishte një thikë në dorë, i cili ju drejtua për ta goditur. Sokrati ishte shmangur, i kishte kapur thikën dhe ja kishte hedhur në tokë. Kur i ka marrë thikën e këtij personi është çarë në dorën e djathtë. Një tjetër person i huaj, me trup të madh nga pas e ka goditur me shkelb nga fytyra dhe ky person i ka rënë përsipër. Pasi ka parë që kishte një dyndje njerëzish që goditeshin me njëri tjetrin, është shmangur dhe ka ikur në një kodër të Ksamilit. Aty ka kontaktuar me një shtetas turk me emrin Mahmut, mbi emrin e të cilit nuk e dinte, të cilin e ka njohur në plazh dhe i kërkoi ta çonte në Tiranë, sepse nuk e dinte se ç'do të ndodhte më tej. Sokrati ishte futur në bagazhin e makinës së shtetasit turk të markës Ford me targë shqiptare dhe shtetasit turk mori të dashurën në hotel më pas u nisëm drejt Tiranës. Arsyeja pse Sokrati ishte futur në bagazh ishte se do flinte gjuhë. I pyetur nëse kishte goditur ndonjë person me thikë, ai ka deklaruar se nuk ka goditur ndonjë person me thikë. I pyetur për shtetasin David Gjana, deklaron se e njeh dhe gjatë kohës së partit e konfliktit nuk e ka parë këtë person. Është bërkëqyrja fizike e shtetasit Sokrat Vata, ku janë konstatuar dërmishje dhe shembje të këmbës së krahut të majt dhe është pajisur me vendim ekspertimi mjekoligjor.
Gjithashtu nga trupi i shtetasit Sokrat Vata, mbi sipërfaqen e lëkurës nga dora e majt, këmba e majt dhe në gjoks, janë marrë me anë të tamponeve steril të emërtuar të 1, të 2, të 3, monstra të kuqe si ato të gjakut të mpiksur. Janë marrë në cilësinë e provës materiale pantallonat me ngjyrë të bardhë të shtetasit Sokrat Vata, të ndotura me njolla të kuqe si ato të gjakut. Janë sekuestruar sendet e Sokrat Vatës që janë gjetur në momentet e shoqërimit. Ngjarja përtej pasojës tragjike ngriti një sër pikpyetjesh mbi mënyrën se si garantohet siguria në struktura turistike, veçanërisht në një zonë që gjatë muajve të verës pret një numër të jashtëzakonshëm vizitorësh. I është marrë deklarim në cilësinë e personit ndaj të cilit zhvillohen hetime në prani të mbrojtësit ligjor, shtetasit turk Nuh Mahmutoglu, i cili deklaroi se ishte telefonuar nga Sokrati, i cili i kishte thënë se kishte bërë aksident. Kur ka shkuar në vendin ku ndodhej Sokrati, i ka treguar se ishte përfshirë në një zënk. Kanë diskutuar dhe kanë vendosur të largoheshin pa e parë dashura e Nuhut, për të cilën Sokrati ishte futur në bagazh dhe gjatë rrugës për në Tiranë i ka kapur policia. I është marrë deklarim në cilësinë e personit ndaj të cilit zhvillohen hetime në praninë e mbrojtësit ligjor, shtetases turke Ezgi Parlak, e cila deklaroi se është njohur me shtetasin turk Nuh Mahmutoglu kur ka ardhur me pushime në Shqipëri nëpërmjet adresës së Instagramit, pasi ky shtetas jep makina me qira. Në lidhje me ngjarjen, shtetasja turke deklaron se nuk kishte dieni që kishin Sokratin në makinë, rrugës kur ishin duke shkuar për në Tiranë. Por gjatë rrugës dikush e ka telefonuar Nuhun pak para se të shkonin tek vendi ku i ka kapur policia dhe i ka thënë që shiko se ke polici përpara. Aty Nuhu i ka treguar që në bagazh ndodhej Sokrati. Në komunikimin e tij publik, Principote e ndërton identitetin mbi konceptin e mikpritjes si art, por hetimet pas ngjarjes kanë sjellë në vëmendje dhe aspekte të tjera që lidhen me administrimin e strukturës për sigurinë, personat e angazhuar për sigurinë dhe raportet e tyre me institucionet ligjzbatuese. I është marrë deklarim në cilësinë e personit që ka dieni për veprën penale, shtetasit Armando Zeneli, i cili ka deklaruar se punon si DJ në Disco Principote dhe se rreth orës 5 të datës 18 gusht ka parojet e sigurisë që iknin me vrap në drejtim të hyrjes së klubit. Në vazhdim, kur ka qenë te pjesa e restorantit, kanë ardhur një grup kolegësh pune të panikosur, të cilët i kanë thënë merre Sokratin dhe e çojë në spital se ti ke makinë këtu afër. Në drejtim të Armandos ka ardhur shtetasi Sokrat Vata, i cili ishte i gjakosur kokë e këmbë dhe mbante dorën poshtë bluzës në pjesën e barkut dhe i ka thënë disa herë: "Ku e ke makinën? Më çon në spital. Nxito o." Armando kishte njoftuar menaxherin në lidhje me situatën dhe më pas ka ikur me vrap për të marrë makinën te parkimi dhe kur ka dalë jashtë ka parë një grup turistësh të cilët po i jepnin ndihmë një personi të shtrirë në tokë. Armando ka marrë makinën dhe në pjesën e sipërme të lokalit ka dalë Sokrati, i cili kishte hipur në pjesën e mbasme të makinës dhe është nisur menjëherë në drejtim të qendrës shëndetësore të Ksamilit, ku Sokrati gjatë rrugës i tha ik vetëm drejt dhe mbas 2-3 minutash kur shkua në një rrugë me kaldrëm, Sokrati i ka thënë dalo këtu dhe ka ikur zbathur. Disa metra pak larg makinës, Armando kishte vënë re që Sokrati kishte hedhur diçka me forcë. Pas këtij momenti ka shkuar në banesë i shokuar, ku pasi është shqetësuar ka telefonuar policin dhe ka ofruar ndihmë për kapjen e Sokratit. I është marrë deklarim në cilësinë e personit që ka dieni për veprën penale shtetasit Ergi Bonja, i cili ka deklaruar se është menaxheri i Principote. Ai ka shprehur se ka dëgjuar që jashtë po konfliktoheshin dhe pas pak kalon në mes të lokalit i gjakosur Sokrat Vata, të cilin e ka pyetur se çfarë kishte dhe ai ka thënë që jam konfliktuar te Paradise dhe ka vazhduar lëvizjen drejt rrugës. Sipas të dhënave të publikuara në Qendrën Kombëtare të Biznesit, aktiviteti rezulton i regjistruar në emër të Kade Bulicës, 76 vjeç. Dokumentet e regjistrimit tregojnë se subjekti është krijuar në janar të vitit 2022 me një kapital fillestar prej 100.000 lekësh. Në qendër të hetimeve pas ngjarjes është përfshirë dhe djali i saj, Bekim Bulica, 36 vjeç, i cili është në kërkim për moskallëzim krimi.
Sipas të dhënave të bëra publike nga autoritetet, Bulica ka qenë më herët në vëmendjen e policisë dhe është proceduar për vepra penale kundër personit, përfshirë një rast të dhunimit të një punonjësi policie dhe vëllait të tij në Tiranë. Emri i tij rezulton gjithashtu i lidhur me problematika të tjera me drejtsinë. Një tjetër element që kërkon vëmendje është struktura e sigurisë së kompleksit. Sipas të dhënave të bëra publike gjatë hetimit, për ruajtjen e principotes ishin angazhuar 4 persona. Një punonjës i policisë kufitare në Gjirokastër, një punonjës i policisë së burgjeve në Fier, një punonjës i policisë bashkiake në Gjirokastër dhe një person që ushtronte detyrën e truprojës. Të 4 ndodheshin në ambientet e kompleksit në momentin kur situata degradoi në konfliktin që përfundoi me vrasjen e turistit portugez. Sipas policisë, ata nuk ndërhyn për të parandaluar përshkallëzimin e situatës dhe nuk njoftuan autoritetet për ngjarjen. Për këtë arsye, u ndaluan dhe u proceduan për moskallëzim krimi dhe për mosmarrjen e masave për parandalimin e një palishmërie. Është sekuestruar në Vërëja, pajisja e cila regjistron pamjet filmike në subjektin Principote në Ksamil, ku është bërë kqyrje pjesshme pamjeve filmike, ku nga kqyrje pamjeve rezultoi si vijon. Në orën 5:14:24 sekonda të datës 18 gusht, vërehen se nga ambientet e lokalit Principotes vërehen se dalin disa shtetas dhe qëndrojnë tek rëra e ambienteve të jashtme të subjektit Paradise, kundërta janë të identifikuar shtetasit Ibrahim Lemuajev, Sutajev Ahmad, Florian Cetina dhe Luiz Mendes, i veshur me një bluzë të bardhë me një shkrim me ngjyrë të zezë nga mbas. Në orën 5:15:22 sekonda të datës 18 gusht, nga ana e parkimit në anën jugore të Principotës vërejmë që afrohen 2 shtetas, konkretisht David Gjana Heurdvend përpara dhe Sokrat Lipan Vata, i veshur me këmishë të bardhë në vendin ku ndodheshin shtetasit e huaj. Në orën 5:16:39 sekonda, shtetasi Sokrat Vata, alias Sokrat Lipan, vërehet se shtyhet me një person të veshur me bluzë me ngjyrë të bardhë dhe Sokrati vërehet se largohet prej tij dhe shkon në drejtim të shezllongëve. Në orën 5:16:47, Sokrat Vata ndjek një nga personat i cili është i veshur me të bardha dhe Sokrati i ndjek nga mbas në drejtim të parkingut. Në orën 5:16:54, shtetasi Sokrat Vata vërehet se vjen me vrap në drejtim të shtetasit Ibrahim Lemuajiv, i cili përplaset në shezllong dhe bie në tokë dhe Sokrati godet në drejtim të tij. Në orën 5:17:14 sekonda, në këto momente afrohet shtetasi portugez Luiz Mendes dhe shtyn me trup shtetasin Sokrat Vata, i cili bie në tokë. Sokrat Vata ngrihet nga toka dhe i afrohet Luiz Mendes dhe fillon dhe godet në drejtim të tij. Në orën 5:17:20 sekonda, David Gjana ose David Heurdvend, veshur me tuta të shkurtra dhe një sikëmish me ngjyrë të errët së bashku me Sokrat Vatën, godasin Luiz Mendes dhe gjatë kësaj kohe vjen shtetasi Sudajev Ahmad për të ndihmuar shokun e tij Luiz Mendes dhe godet Sokrat Vatën. Në orën 5:17:35 sekonda deri në orën 5:17:46 sekonda, shtetasi Sergji Selimi godet me grushta shtetasin francez Ibrahim Lemuajiv. Gjatë kësaj kohe, Luiz Mendes për t'u larguar nga goditjet që po merrte nga Sokrat Vata dhe David Gjana Heurdvend, largohet me nxitim duke u futur brenda në det. Në orën 5:17:53 sekonda, Luiz Mendes afrohet nga ana jugore e plazhit në vendin ku ndodhen kamarierët dhe goditet nga Sergji Ademi me grushta dhe ata e shtyjnë në det. Në orën 5:18:04 sekonda, Luiz Mendes del nga uji dhe ecën në drejtim të shezllongëve të plazhit Paradise, ku vëret se bluzën e bardhë ka të gjakosur. Në orën 5:18:24 sekonda, Davidi vëret se largohet në drejtim të ambienteve të mbrëmshme të Principote, cili dallohet që është i gjakosur tek pjesa e përparme e teshave dhe po fshihet. Në orën 5:20:28 sekonda, largohet Sokrati, i cili bluzën e bardhë ka të gjakosur dhe mbas tij është kamarieri Ildi Çekani, i cili e shoqëron nga mbas në drejtim të lokalit Principote.
Rasti i Ksamilit rikthen në vëmendje një çështje më të gjerë se vetë përgjegjësia individuale e personave të përfshirë në ngjarje, standardet e sigurisë që duhet të shoqërojnë zhvillimin e turizmit shqiptar. Një destinacion që aspiron të konkurrojë në tregun ndërkombëtar nuk mund të mbështetet vetëm tek bukuritë natyrore, investimet private dhe numri i vizitorëve. Siguria, kontrolli institucional, profesionalizmi i operatorëve dhe zbatimi një trajtshëm i ligjit janë pjesë paq thelbësore e produktit turistik. Për Shqipërinë, sfida nuk është vetëm të tërheqë sa më shumë turistë, por të ndërtojë një mjedis ku ata të ndihen të mbrojtur dhe ku biznese që operojnë në mënyrë të rregullt të mos përballen me standarde të dyfishta. Kjo kërkon mbikëqyrje më të fortë, transparencë në funksionimin e strukturave turistike, verifikim rigoros të personave të angazhuar në siguri dhe një reagim institucional të shpejtë sa herë që shfaqen shenja të palishmërisë. Ngjarje të tilla nuk dëmtojnë vetëm viktimat dhe familjet e tyre. Ato prekin dhe perceptimin që vizitorët ndërtojnë për një destinacion dhe përrjedhojnë reputacionin e të gjithë industrisë turistike. I është marrë deklarim në cilësinë e personit ndaj të cilit zhvillohen hetime në prani të mbrojtësit ligjor, shtetasit Murat Xhabina, i cili ka deklaruar se ka ndërhyrë për të shuar konfliktin dhe nuk ka goditur në asnjë moment. Në një moment gjatë punës ka konstatuar se një punonjës i lokalit i quajtur David, mbi emrin e të cilit ka hyrë dhe ka shtyr personat e huaj për t'i ndarë. Ky person ka hyrë dhe ka shtyr personat e huaj për t'i ndarë. Ai deklaroi se pasi ka parë një person që ka humbur ndjenjat, ka telefonuar në numrin 129. Pasi është shuar konflikti, ka parë Sokratin, që është ngjitur në katin e dytë lokalit dhe ka qenë në gjak. Si dhe në këtë moment një klient i ka thënë që ky ishte personi, Sokrati, që kishte qelluar me thik djalin që mendonte se i kishte rënë të fikët. I është marrë deklarim në cilësinë e personit ndaj të cilit zhvillohen hetime në prani të mbrojtësit ligjor, shtetasit Sergji Selimi, i cili ka deklaruar se punon si kamarier tek lokal principote. Në lidhje me ngjarjen rreth orës 5 ka qenë duke bërë dorëzimet, ku gjatë këtij momenti ka dëgjuar zhurma që po konfliktoheshin dhe ka dalë me shpejtësi në ambientet e jashtme të plazhit së bashku me dy kamarierët e tjerë, Ildin dhe Muratin. Kur ka qenë në plazh ka parë personin që është punonjës te ky lokal dhe quhet David, që po goditej me grushta me disa turistë të huaj. Po në plazh, ku po konfliktoheshin, ka parë punonjësin tjetër, Sokrat Vata, si dhe një person të shtrirë në tokë për të cilin ka njoftuar në numrin 127. Në klubin Principote në Ksamil, mungonte ajo që njihet si protokolli për menaxhimin e konflikteve dhe situatave të krizës në klubet e natës. Kjo duhet funksionojë si një protokoll i unifikuar për parandalimin, menaxhimin dhe dokumentimin e konflikteve brenda dhe përreth klubit. Security dhe stafi duhet të trajnohen për menaxhimin dhe qetësimin e konfliktit, duke identifikuar që në fazat e para shenjat e tensionit, dehjes së rëndë, provokimit apo konfliktit verbal. Sistemi Green, Yellow, Red përcakton nivelin e reagimit. Green, monitorim normal, Yellow, tension ose konflikt verbal, me ndërhyrje të menjëhershme të stafit të autorizuar dhe ndarje të personave. Red, dhunë fizike, kërcënim serioz, armë, dëmtime ose rrezik për turmën, duke aktivizuar drejtuesin e incidentit security, izolimin e zonës dhe kur kërkohet policinë e shtetit apo shërbimet e emergjencës. Në Principote, nëse do të ishin procedurat operative të menaxhimit konfliktit, jo si një rregull i securityt për të rrahur apo nxjerr njerëzit jashtë apo për t'i larguar nga lokali. Nëse do të zbatoheshin praktikat profesionale ndërkombëtare, veçanërisht udhëzimet e Security Industry Authority, që vendosin në qendër parandalimin, komunikimin, vlerësimin dinamik të rrezikut dhe përdorimin e forcës vetëm kur është e nevojshme, proporcionale dhe e lishme. Askush nuk do të mësonte për ngjarjen e Ksamil. Luiz Mendes do të jetonte sot. Sokrat Vata do të ishte jashtë burgut duke punuar dhe shejuar jetën e tij. Klubi Principote do të vjonte punën normalisht dhe Shqipëria nuk do të përmendej për keq në mediat ndërkombëtare.